një teme të hijamës. Hijama dhe sëmundjet që i shëran. Këtu e kemi Ensarin, Ensar Muzaqin, që është duke i kry studimet për fizioterapi, po tashmë merret me hijame. Mirëmëngjes, mirë se na vjen në studio. A na tregon njerë me fjalë sa më të thjeshta që me kuptu dhe shiku stanë se çka është hijama. Na i kemi pa do pamje do gotave që vendosen në trup edhe që nxjerret gjaku ose mbledhet gjaku në ato sipërfaqe në lëkur. Kështu kur e këshyrim ka njerë duket që dhem ose duket e çuditshme. Unë se kam provu kur për veti, po ka njerë që kam provu dhe që thojnë që shlirohen pasaj. Hijamja aplikohet qysh mëte, që nga kohët e lashta, mësë shumë të aplikohet prej kohës e profetit Muhammed, i cila i ka ardhur edhe si basë sunet, po ashtu është edhe më shumë, apo jo, varësisht dallon edhe prej instinktit njerit, apo njerëzve qysh ndihen, ose qysh i kanë, apo qysh i kanë shqisat e veta. Po ashtu gjaku që del ashtu në formë të trash, ai gjak vjen si pasojë mjetjeve metabolike që gjenden në organizmin tonë. Për shkak se na nuk merrem me aktivitet fizik sot dohet, kemë ushqimin që konsumojmë, kemë ushqim ndoshta jo pak pa rregullt, jo me kohë, konsumojmë ushqime që nuk janë të shëndetshme për njeriu edhe ato shndrohen në toksina. Do me thonë lukthi jonë nuk e ka atë kapacitetin ato mbetjet metabolike nga toksinat që vinë. Me i pastru, atëherë në momentin kur të bojmë hijamën, del gjaku i ka gulum. Del gjak i, që me thonë, i trash. Po, okej. Do më thonë, kështu duket përavësisht procedura, a është procedurë dhëmshme? Varet për njerit? Varet për njerit, krejnë varet për shqisave, qysh janë njerë, qysh bëhen. Po ashtu, zakonisht të premjet kur bëhen, çdo herë bëhen qeft. Qeft. Në qeft? Po. Se për shkak që është ma mirë, po ashtu vendoset gota më spari, lehet në deri 2 minuta, për shkak se ne e konstatojmë në baza mjekësore të formoj një lloj hematome, edhe të bën gërvishet sipërfaqësore të lkurës. Edhe tani nën që aty në gërvisheve të lehta sipërfaqësore të lkurës, kur ne si fizioterapeut ose si hijamist i bëjmë, atëherë del gjaku i trash, ai gjaku që koagulohet në organizëm. Qysh ki vendos ti më banë me këta dhe ku e ki bo shkollimin për hijame? Unë për hijame shkollimin shkollën e mesme kam fillu me fizioterapi, kam bo praktik në spitalin e Mitrovicës, edhe në praktik në një ordinancë private. Tani pasaj kam shku në Zvicër, në vitin 2020, edhe të një shqiptar atje është që mban trajnimet të hijamës. Edhe kam kryer kursin 2 ditor që është, po ashtu edhe nga përvoja e punës edhe kom fillu. Dhe më thonë, shkollët mesme ki studiu për fizioterapi, pastaj kurs në Zvicër për hijame, edhe pastaj e kthy këtu edhe ki mujt e praktikon ato. Që sa vjet e praktikon? Unë e praktikoj afërsisht që 4 vite. Për çfarë probleme vinë zakonisht klientat? Përgjithsisht vinë për ngërçet muskulare, vinë për dhimbje koke, për çdo lloj, për migren, për sinus, preferohet që janë shumë preferohet, po ashtu edhe kom pas vetë rastin me pacient që nuk ja ka shëru komplet për shkak migrenën, po ato dhimbjet që i ka pas kohë, ja ka menjanu. Edhe po ashtu edhe për ngërçe muskulare. Okej. Mirë, sa shpesh praktikohet e njerëz, do të thonë, a mundet më bo shpesh kjo, a bëhet veç një herë në vjet, a një herë në disa muj? Hijamja mundet më apliku 4 herë në vit, që i bjen çdo 3 muj, ose 2 herë në vit që i bjen çdo 6 muj. Ma e preferumja është edhe unë që e preferoj edhe tek vetë kur e bëj, po edhe tek pacientat e mi që me bë 2 herë në vit, çdo 6 muj. Se për shkak se jep më hapësirë më shumë më konsumu toksinat, edhe më liru për të njëjtën kohë. Do me thonë është, që me thonë, me një shprehje është e nin trupin shumë ma let njëri kur të bën hijamën.